Një mbrëmje me tingujt e harqeve dhe veglat e frymës mbushin sallën e Pallatit të Kulturës në Lezhë duke kthyer atë në një skenë vërtet artistike europiane. Emocioni, interpretimi dhe harmonitë simfonike sohen pranë publikut një atmosferë elegante, ku arti dhe muziku ndërthuar në një përjetim të veçantë kulturor. Orkestra simfonike e Forcës Armatosura ndaloi dhe në Lezhë me një koncert dedikuar artdashësve, me veprat e njohura nga repertori Mozart, Bruch dhe Rossetit, në drejtimin artistik të dirigjentëve Harle Nikolli dhe Laer Qazimi, si dhe interpretimin e solistëve Briken Burgjia, Kelly Cavelli, Igli Zeqiri dhe Angelo Gjaja. Koncerti solli emocione të forta dhe u mirëprit me duar trokitë të vazhdueshme nga publiku. Sot kishim një koncert simfonik me 3 vepra kryesore, një koncert për 2 korno nga Rossetti, një koncert për klarinet dhe viol nga Max Bruch dhe simfoni nr. 35 të Mozart. Ne vazhdimisht si Orkestër Simfonike e Forcës Armatosura shkojmë në shumë qytete të Shqipërisë, kjo ishte hera e parë në Lezhë në fakt. Duke ditë që këtu është dhe shkolla muzikës, tentuam, provuam që të vim edhe këtu, duke shpresuar që kjo gjatë tjetë edhe një të ardhmër, pra të kemi më shumë koncerte edhe këtu, si duke qenë se është dhe shkolla muzikës dhe po rritet fryma e muzikës klasike edhe në qytet. Sonte ishim me koncerte nga repertoire të ndryshme, nga klasika deri tek romantiku. Unë personalisht u prezantova me një duet për korno dhe orkestër, me kornon e parë nga Radio Televizionit Shqiptar. Patjetër që mesazhi është që muzika është universale dhe bashkon çdo njeri kudo që ndodhet. Koncerti që zgjati rreth 90 minuta u mbyll me ovacionesh, duke lënë pas një mbrëmje ku muzika klasike foli përmes emocioneve dhe arti i interpretimit skenik.